Datat 5, 6 dhe 7 mars kanë zënë rënë thellë në historinë e kombit shqiptar. Këto data të vitit 1998 tregojnë rezistencën e jashtëzakonshme të familjes së komandantit legjendar Adem Jashari kundër sulmit të tretë që shteti i Serbisë e bëri mbi këtë familje, që thjesht refuzonte largimin nga tokat e të parëve. Nga ato ditë të tutje, historia e Kosovës kishte nisur të ndryshonte me të madhe. Vetëm 2 muaj më vonë, një djalë i ri që jetonte në Mitrovic, por që ishte me prejardhje nga prekazi legjendar, saktësisht nga lagja e Jashari, kishte vendosur të kryente një aksion kundër pushtuesve serb për t'u hakmarrë për vrasjen e kushërinjve të tij 2 muaj më parë. Natën e 5 majit të vitit 1998, Artimi kishte njoftuar familjarët se po nisej për të kryer një detyrë me rëndësi. Ai vrau 3 polic, por njëri prej tyre arriti ta plagoste Artimin, i cili ashtu i plagosur siç ishte, u tërhoq zvarr deri te shtëpia e Rahman Bekës nga Dubovci, ku ndonse ju dha ndihma e parë, Artimi ndroi jetë në moshën 23 vjeçare, për të mos u harruar asnjëherë.